Tani me chatin diskutojmë gati 2-3 orë në ditë, po më përpara me Google-in. Jo, nuk e faj, edhe ti dhe unë bashkë, ne të dy apo dhe të tjerë, ChatGPT-ja dhe inteligjenca artificiale që ta mbaroj pak, është kthyer shoku ynë digital, kolegu digital, mjeku digital, psikologu digital, ekonomisti digital. Edhe bukur është kur mbasi ti përgjigjen aty në fund të bën dhe një zemër. Se kështu bën zemër mua ChatGPT-ja. Po. Tani, më përpara tani pyes chatin, po më përpara futesha në Google. Edhe kërkoja, çfarë është kur të dhëmb ana e majtë e kokës? Edhe fillon te Google i thoshte duhet të kesh kujdes me këtë, mund të jenë shenja sinozite. Informacion gjëre gjatë. Informacion gjëre. Unë duat më listosh nëse ka ndonjë website që njerëzit mos të futen në Google për të kërkuar, se neve e kemi këtë kulturë tash, më është njësoj si kur shkojmë te farmacisti dhe kërkojmë një paracetamol pa shkuar te mjeku. Pa. Të paktën të ketë një informacion edukues ose sajte që na ndihmojnë për të marrë një përgjigje, pavarësisht se në fundit tek mjeku duhet shkuar patjetër, por për të marrë atë informacione, sepse të gjitha rrugët më duket mua kur pyet në Google, të gjitha rrugët të çojnë në kancer. Jo, është e vërtet. Ke shumë të drejtë ke kapur gjë që ne duhet ta diskutojmë dhe duke i dhënë dhe një mesazh sensibilizues qytetarëve që na dëgjojnë. Se për shembull çfarë ndodh? Nuk po them që Google-i duke i dhënë emrin Dr. Google apo ChatGPT që Mira Murati e krijoi vetëm ta diversifikoj atë. ChatGPT Healthcare, ChatGPT Industry, pra duhet bër. Këto janë platforma online që ty të japin informacion për një patologji. Unë kam pas një rast shumë më akut, siç më theti Fationa, por është gjë që duhet prekur. Pacient që ka pas një masë tumorale në parotis, në qendrën në gjëndat e bështymës. Pra një masë e vogël tumorale që u krijua si në formë në një gjëndre që me anë të një ekstraktimi minimal, me anë të një prerje të vogël dhe incizioni vogël dhe hiqe, ai pyeste online, shikonte doktor Google. Tash i doli ChatGPT, doktor ChatGPT. Google të nxjerr informacione gjëra gjatë, duke filtruar të dhënat nga serverat të ndryshëm. Për shembull, ChatGPT të nxjerr informacione nga Google-i, serveri Google-it, nga serveri Yahoo-s, po themi kot, nga serveri i YouTube-it, nga TikTok, nga Instagram, portale të ndryshme etj. Dhe të jep informacione gjëra gjatë mbi patologjinë. Që do të thotë problemi yt mund të ndodhet brenda këtij grupi informacionesh. Por mos jetë ajo më e keqja. Nëse një pacient për shembull ka pasur një masë tumorale, ka një dhimbje koke, edhe ato dhimbje koke për shkak ftoje, dhimbje koke për shkak një kontraktimi etj. Dhe në fund të çon prezencën e një tumori, ky pacient ushtohet ajo stresi që është stresi psikoneurotik, që do thotë stresi gjeneron hormonin e kortizolit. Është hormon dëm shkaktues në organizëm, që mund të shërbejë si një trigger për të shfaqur një problematike të caktuar. Prandaj doktor Google-in dhe ChatGPT-n unë sugjeroj që ka informacione të sakta sigurisht. 80-90% i ka, por duhet selektojmë dhe faqet, siç e përmendë ti, WebMD, Web Medical është një international website, shumë i fokusuar shumë ke mjekësia, ke Healthline, një tjetër faqe ndërkombëtare, që do të thotë aty gjen edhe diskutime midis mjekëve, kirurgëve, pacientëve etj. Që kanë rezultat. Por koha e kërkimit të patologjisë në një Google apo në ChatGPT nuk duhet të zgjatet shumë, sepse nëse ne vrasim kohën duke gjetur qiqra aty, se po them si humor, për problemin që kemi, qiqra në hell. Kalon 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, patologjia ose problemi shëndetësor nuk ka ikë. Që do të thotë gjatë ChatGPT-s apo Google-it kemi zvarrit diagnozën. Mirë po zvarritja e diagnozës për një kohë të gjatë të sjell 2 kosto të mëdha mbi shpinë. Kostoja e parë është komplikacionet e kirurgjisë. Që do të thotë pacienti që pati masën tumorale në gjendën e bështymës në parotis, nga një incizion i vogël që mund t'i gjej. Ju avancua, sa që i hyri kalvarit me pajisje imazherie, eko, skaner, rezonante, që kirurgjia ishte shumë e vështirë se u kishte dëmtuar dhe nervin facial. Pra nervat degtë nervin facial që ruajnë gjesturat. Dhe dyta është kostoja monetare, që do thotë sa më ndërlikuar të jetë kirurgjia, aq më e kushtueshme është. Prandaj ne të dy bashkë si Fationa dhe Ermandi duhet t'i japim një mesazh sensibilizues qytetarëve që të ndërgjegjësohen për një problematikë të caktuar, të shkojnë ke një mjek real, të marrin diagnozat farmaceutike nga një mjek real.
të shkojnë të bëjnë një trajtim mjekësor nga një mjek real, që mos koklaviten me problematika që mund të jenë shumë të arritura dhe mund të jetë vonë pastaj për të kuruar. Mund të jetë edhe akute për jetën, a?